Ja, popull shqiptar. Kjo është pregoria që na çon drejt vetë gjyqësisë. Esmera i kom quar letra Esmeralda Keshit, ja me datë 2/3/2026, pres përgjigje. Dhe shkova në ditën e martë, kom shku ke pregoria, kom taku sekretaren se kishe takim aty, dhe më ka dhona në numrin e protokollit si kom qu letrën time me 6237 dhe e kom morë me datë 3/3/2026 dhe oficere gjyqësore më tha se ka çështjen tate, si o të nek çështjen tate është Juliana Beqiraj. Kurse prokuroria pres përgjigje të shtit, të më kthej gjithë që kom shkrytu. Ja, kom bo edhe për kërkesën tjetër për takim me prokurorën si duhet. Pa tjetër, një ku janë gjithë të letra si kom qu prokurorës Esmeralda Keshit, edhe përgjigjet si kom morë, kom shkue në ke avukati poplit, ja ku janë gjitha këto. Përnaj, ja në të tjerët, kjo është afrim shehut, si kom gjithë letra, kom edhe ma shumë, po këto janë, i kom ma shumë ma kryesoret. Dhe kjo prokurore ne po na çon drejt vetë gjyqësisë. Dhe nuk po mbron kriminalet e tokëve, që i kom përmend me emra, me mbiemra gjithë aty, dhe këto po mbrojnë kriminalet e tokëve. Po do vi një ditë si mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Ja, unë kur kom shku atëherë në policinë e shtetit, kom po gjithë deklaratat e mia. Një kohë në nëjni këtu, nëjni 155, 166, po bona kallëzim të remun, një ku e kini gjithë të për ashu, shifnja se këto thonë, po bona kallëzim të rejnë, ti do të shkësh dënohesh me burg. Jam dakord, pa mo, të shi prokurori, atë më dënoj mu, atë dënoj atë si kom quhu. Mas boj as një letër tjetër. Ja në letrën, si e kom qu ke, si e kom bo ke oficeri gjyqësor ke rajonit Mentor Kullollin, i kom bo gjithë me pyetje, me gjithët, si ka gjithët gati. Kjo prokurore shkojt verifikoj gjithë dosjen time, një ku i ke këtu. Gjithë. Prandaj, këto nuk është. Njaku kom në letrën tjetër si nuk me bojte Mentor Kullolli atëherë, i dhon urdhën shefi i komisariatit ka qenë Altin Lila, që të bohen gjitha. Ja ku i ka bo gjitha, me që letrës kom dërzu gjithë, i ka bo Mentor Kullolli këtu, po ka bo një jo tjetër që do të tregoj të shti, se këto bëjnë të, ja ku është, gjithë letrës i kom marshu. Mentor Kullolli, atëherë i thore, i kom thonë në aty, mas e arshu, shifë si ka firmos për këtë oficer gjyqësor. Për Drini Kosta, nuk ku i kom qu letrat atëherë, ja kom qu Mentor Kullollit. Po këto mund bëjnë në i film, po s'mund bëjnë film, asë unë kom letrat gjitha këtu. Për nej, prokuroria Esmeralda Keshi mu duhet në takoj pa tjetër, të shofi se t'i shoh, edhe t'i thom, edhe t'mi qisi atje, se qërë është bo me këto t'mijat, a i kanë grisë Mentor Kullolli e në ky Dritan Kosta? Ja ku e kene Dritan Kosta, kjo firmë e ka hudë Mentor Kullolli. Tho, jo, i ka mora i, tho, se
kom qu shumë letra e kom marrë ato. Por këtë të shtik, nuk e di, kjo prokurore shifës e letra i kom qu, nuk më tregon se kush oficere gjyqësore e ka. Dhe çfarë fazet mi japi gjitha me letra, çfarë faze është hetimi e në qërë bo me hetimin. Se unë kom qu edhe ke hipoteka me kontrolu se qërë ka bo këto hipotekës. Ja ku i kom. I kom pagu gjitha, një ku e ke këtu, kom pagu gjitha ke Albania se qërë bohet. Dhe një ku janë në gjithë letrat si i kom unë këtu, por këto nuk më shu, këto të hipotekës në këthyn përgjigjat këto letra merën vetëm me urdhën prokurorit. Isha afrim shehu atëherë. Shkova të kova në afrimin, thot du t'ja morim gjithë mos u bo më rëk. Mos akosh e hoqi vetingu, se këto caktojnë prokurorët si janë të matë korruptuarit në çështjet e mia. Prandaj kom kërku edhe për oficerët gjyqësor, mos bëhet hetimi në Prokurorinë e Tiranës, po të bëhet ke oficeri si kom bë ankimin. Në Lundër, ke posta e Lundrës. Dhe Esmeralda ke shikur ka ardhë, nuk më ka këthy shifës a letra i kom marshu, i kom bo, janë në tjera atje dhe nuk më këthen përgjigje se kush oficere gjyqësore e ka. Kjo është prokurorjes që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj i bëj thirrje në Erën Çelës, edhe të shikoj këto se po na çon drejt vetë gjyqësisë. Të prokurore. Po mbrojnë kriminalet e tokëve, si ka arë ky Herakli Koçollari një herë, si ka arë nga Piçki Somës, nga Korça, nga është, dhe ka ardhë në tokën time, o bo pranar në tokën time, se si e ka morë me Bayraktarin e Petrelës Ylli Kupin, me Hysni Kurçikun, dhe me kryeplakun e fshatit Ilmi Haga, do t'i tregoj ligji, po nuk i tregoj ligji, do t'i tregoj vetë gjyqësia. Unë ato e kon qartë, ja kon bot qartë gjithve këtyve baraktarve si kon bo krimet me tokën time. Prokuroria mos i mbroj. I thom Esmeralda Keshit, po patë fëmijë, mos na çoke drejt vetë gjyqësia. Po bo drejtësi, si mos shkojmë ke vetë gjyqësia, se pastaj po shkum ke vetë gjyqësia, unë i kom lëmru këto Bayraktarin e Petrelës, Hysni Kurçikun, Ilmi Hagën, edhe të tjerë. Si do Zoti me puq të marroj punë me gjithë Herakli Koçollari, nuk e merr sa tjetë ymri, nuk e merr këtë tokë aty ke imja. Prandaj i kërkoj të gjithëve vetëm drejtësi. Ja ku e ke të shi mu, ajo oficere gjyqësore më thosi çështje tate si oficere gjyqësore ka morë Juliana Beqiraj. Nuk e di, pres përgjigje nga Esmeralda Keshit me kthej të gjithë përgjigjet si kom shkruajtu me shkrim me gjitha, se në poplin të avem ndjeni kur të bëj unë vetë gjyqësinë. Se kjo prokurore po në çon drejt vetë gjyqësisë, nuk është pa njëherë në Republikën e Shqipërisë sa u kriju Prokuroria e Tiranës, që prokuroria mos të presi në zyrë. Mu si dëmtues. Dhe
kurse kriminelin e tokës Herekli Koçollarin e ka morë në zyrë, kurse mu nuk merë. Biles e kom i qisë ato shkrytmet si Esmeralda Keshi a ditë mu më kalon për jashtë, kurse ate e futi mrejnë, se kishe një qonë me libra, me gjonë si i qonë e leksionë, se është i mëdhe i të shi, se o futë një, e ma qeveria këto kriminellet e tokëve, për nuk e gëzën Herekli Koçollari as i herë tokën e gjyshit tim, se ka arë nga Piçki Somës, e në o bo me tokë nga brektari i Petrelës i Likupi, Hysni Koqiku dhe Ilmi Aga. Këto do të shkojnë për para drejtësisë, vetë gjyqësisë me mu. Ja kom thonë në sy e në pres vetëm drejtësi, për ne kom bo gjithë të hetime, gjithë të gjëra, prokuria për në qënë drejt vetë gjyqësisë. Prandaj, kërkoj vetëm drejtësi. Jo vetë gjyqësi. Janë Arancela, Suela Sullovaci, po i mbrojnë të prokurora si Esmeralda Keshi, Afrim Sheun, e të tjerë si i kom përmen me emra, mbi emra. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Prandaj o shqiptar, masë u arshu, mlidhmi të gjithë se sot jo mund, është rol Shkodra, janë të gjithë të ngrimi për një qëllim, si ma shkojmë ke vetë gjyqësia, po të shkojmë ke vetëm drejtësi. Prandaj gjithë të letra unë përpres vetëm përgjigjen e Esmeralda Keshit. Faleminderit shumë nga gjithë. Respekte dhe do t'ju lemroj çfarë përgjigje do t'na i bjeri dhe Esmeralda Keshi. Do t'ju e qisë të gjithë se kur shkoj ke vetë gjyqësia të bëhet vetëm drejtësi, se nuk ka drejtësi, do bëjmë ne vetë gjyqësi. Se nuk vihet tjetërit, vinë nga Piçki Somës, Herekli Koçollari të mori tokën time në Petrel, jam unë braktar këtu thot, ku e gjetaj? Të regoj, ka rrezik se mund ketë jetë puqe dhe me gjyshin tënë. Prandaj, të thot, po i pa dhonë gjyshim në i letër, si ka morë tokën, ju falenderoj të gjithë, shumë falenderit dhe respekte për çdo gjë. Populli gjithmonë i bashkuar. Roft ambasada amerikane që kemi besim dhe ke gazetarët e mrekullueshëm të pamfletit dhe TikTokut si po na nxjerrin të gjithë to. Faleminderit shumë. Respekte.